nuk jam Lola. Po unë kisha banjën, ama banjën e ka la Big Mama. Jo pak e zhurmshme ka qenë edhe kjo fundjavë në Fermën VIP. Një nominim kok më kok mes Nur dhe Danelës, pas sfidës së humbur prajmin e së premtes, jo vetëm që ka vënë në lëvizje vajzat, por ka krijuar edhe dinamika të reja në lojë. Njëra prej tyre do të ndërpresë rrugëtimin e saj sonte, por ky vendim i takon publikut, i cili mund të votojë të preferuarin e tij deri në mbrëmje. Frederik Ndoci vijon të mbaj për të dytën herë titullin e kryefermerit, por shpesh organizimi dhe ndarja e punëve prej tij kanë sjell pa kënaqësi te fermerët e tjerë. Situata duket e qëndrueshme, por sigurisht nuk kanë munguar prapaskenat, sfidat e ngarkuara nga agaj dhe detyrimet ndaj punëve në stalla. Lidhjet e forta nuk janë krijuar vetëm mes fermerëve me njëri tjetrin, por edhe mes këtyre të fundit me kafshët. Duke treguar një dashuri dhe kujdes të veçantë, konkurrentët kanë dhuruar emocione shumë të bukura. Teksa ditët i lën vendi njëra tjetrës në fermën e VIP-ave, ka patur shumë momente pozitive, këngë dhe plot humor. Servit ka shanse, servit, se jesi papagall. Konfliktet mes Anduelit dhe Big Bastës kanë vijuar edhe gjatë kësaj fundjave. Përplasje kjo që ka sjell edhe një ndarje te fermerët e tjerë. Ndërsa nga ana tjetër, Alba Pollozhani vijon të jetë në qendër të debateve. Përplasjet e saj të vazhdueshme me konkurrentët e kanë bërë fermeren të gjendet shpesh mes konfliktesh. Detajet patjetër do të marrin vëmendje gjatë mbrëmjes së 7 Prime, duke nisur nga ora 21 sonte në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanale të dedikuara të platformës Tring.